Shikues të nderuar, mirë mbrëma dhe mirë se vini në Kallëzo për një me. Prodhuesit vendor të qumshtit kanë ngritur zërin për nivelin e lartë të importit të qumshtit nga Bosna dhe Hercegovina. Sipas të dhënave nga dogana e Kosovës, nga viti 2023 deri më sot, Kosova ka importuar nga Bosna dhe Hercegovina 13.237.000 euro vlerë produkte të qumshtit. Në një treg normal, kjo nuk do të përbënte lajm. Mirë po, shikues të nderuar, ne kemi kuptuar një fenomen shumë interesant. Ky import po dëmton prodhuesit vendor dhe më rënda është duke u shtrirë në një treg jo të barabartë. Çka ndodh në realitet? Serbia nuk e njeh Kosovën dhe mbi këtë bazë nuk i njeh as certifikatat e institucioneve të Kosovës. Kjo ka pamundësuar që Kosova të eksportojë qumsht dhe produkte të qumshtit në Serbi. Për shkak të mungesës së harmonizimit të certifikatave mes dy shteteve, eksporti dhe importi i qumshtit dhe nën produkteve të qumshtit nuk realizohet mes dy vendeve. Pra, institucionet tona kanë vendosur standardin që nëse nuk munden prodhuesit tonë të eksportojnë në Serbi, as ata të Serbisë mos të eksportojnë në Kosovë. Por të dhënat na tregojnë që rregullit që vlen për Serbinë nuk vlen edhe për Bosnjë dhe Hercegovinën. Situata është 100% e njëjtë, mirë po, qeveria ka vendosur që për prodhimet nga Bosnja dhe Hercegovina t'i mbyll syt. Pra, ta kemi të qartë, për shkak se Bosnja-Hercegovina nuk e njeh Kosovën dhe bashkë me të, edhe dokumentet e lëshuara nga autoritetet e Kosovës, në këtë rast certifikatat e prodhimit, qumshtare të Kosovës nuk lejohen të eksportojnë në Bosnjë. Në anën tjetër, kufiri i Kosovës për qumshtin nga Bosnja është i hapur dhe më interesantja, ky qumsht është më i lirë se ai që prodhohet në Kosovë dhe në vendet e rajonit. Prodhuesit e qumshtit kanë ngritur alarmin se për disa muaj importet nga Bosnja dhe Hercegovina kanë goditur prodhuesit e qumshtit në Kosovë. Çmimet e ulta me të cilat hyn produktet dhe nën-produktet e qumshtit kanë ngritur një dëshim të prodhuesit kosovar. Shoqatat e prodhuesve kosovar po dëshojnë që po goditen me çmime dumpingu nga Bosnja dhe Hercegovina. Përballë kësaj situate, ata kanë kërkuar ndërhyrje në shtetit. Hallet e tyre i kanë adresuar edhe në Ministrinë e Bujqësisë edhe atë të tregtisë, por thonë se ende nuk ka rezultate. Deri kur qeveria të intervenojë, të dhënat nga dogana na tregojnë se vetëm gjatë këtij viti janë importuar nga Bosnja dhe Hercegovina 1.886.000 euro qumsht. Ne si prodhues të qumshtit, si shoqata jon, shoqata prodhues të qumshtit, e kemi ngritë çështjen shumë më herët. E kemi ngritë dikur ka muaj mars. Për arsye se duke ditur dhe duke çka po importohet dhe çka po importohet në vendin tonë, çdo ditë më tepër na zvogloi hapësira e shitjes së prodhimeve tona vendore. Dhe ne e kemi ngrit alarmin, kemi bërë kërkesë në Ministrinë e Tregtisë dhe fillimisht takimin e parë kemi pasur në Ministrinë e Tregtisë së bashku me industrinë e qumshtit. Atu ku i kemi treguar hallet, problemet, importet dhe prodhimet tona tregu vendor po çdo ditë e me tepër po zvoglohet mundësia e shitjes së qumshtit. Andaj na jemi shkuar atu si prodhues që kemi pas situatën që dojmë me arë në situatë shumë të afërt që vinë problemet. Sepse kanë pa filluar problemet e reduktimit e qumshtit pak më herët. Dhe kemi shku, kështu që kemi bërë takimin atu, kemi dërguar edhe kërkesa zyrtare. Zyrtarisht kemi kërkuar kërkesa, nuk kemi po ndonjë rezultat të saj deri më tash. Pastaj kemi vazhduar me Ministrinë e Bujqësisë, të cilën kemi bërë kërkesa në Ministrinë e Bujqësisë dhe Ministria e Bujqësisë ka qenë më çastshëm, kemi pasur shumë takime. Shoqata prodhuesve dhe shoqata e industrisë së qumshtit të përbashkët në disa takime për të zgjedhur probleme dhe me gjetë rrugën të cilën ky sektor të del një herë dhe përgjithmonë prej krize. Kanë marrë disa vendime, kemi pas disa kërkesa tona të cilat kanë qenë si prodhues të qumshtit, kemi pas kërkesën mu marrë qumshti, sepse ne prodhojmë qumsht dhe nuk mundum na as 40% të sasisë së prodhuar që mundum me mbulu tregën e Kosovës, dhe ky 40% i prodhimit tonë vendor, i bujkut tonë, nuk po kemi vend për shitje, kështu që ju kemi adresuar të gjitha institucioneve. Institucionet e Kosovës kanë toleruar në vazhdimsi importin e qumshtit nga Bosnja dhe Hercegovina, një vend që nuk e lejon eksportin e qumshtit të Kosovës. Ky standard nuk zbatohet për prodhuesit e qumshtit në Serbi, të cilët
nuk lejohen të eksportojnë në Kosovë. Në shoqatat e qumshtarëve të vendit, për pos mosbatimit të reciprocitetit me Bosnjën, kanë problem edhe me çmimet. Sipas tyre, çmimi nga ky shtet vjen më i lirë dhe dëmton seriozisht prodhimin vendor. Ne kemi bërë kërkesë dhe kërkojmë edhe sot, edhe gjithmonë kërkojmë se më së pari duhet të mbrohet prodhuesi yt, prodhuesi vendor i cili më shumë derë djerë sa i bujk se që prodhoi qumsht. Dhe të lejohet importuesve për të gjitha shteteve të importojnë të vi produkte ndashta edhe me një çmim më të lirë se prodhimet tona këtu, por sa i përket të Bosnjës, se ka të prodhimet të Bosnjës, unë mendoj që na nuk ka arsye të këto Bosnjës duhet të ndalë sepse ne nuk mundum të çojmë produkte atje. Duhet automatikisht shtetet të ndërmerr këtu, mendoj që është në domenën e Ministrisë të Tregtisë, që duhet të ndalet. Është i dëmshëm çmimi që po vjen për Bosnjë, a keni vrejt ju diçka? Kemi vrejt çmimi që është i dëmshëm, sepse më njëherë është konkurrent i produktit tonë vendor. Dhe konsumatori shkon e merr çmimin më të lirë. Kështu që është konkurrent drejt për drejt me prodhimin tonë. Çka mundet me bë shteti, dora shtetit që me a lecu edhe prodhuesit vendor, prodhuesit qumshtit me pas një pozitë më të mirë? Shteti ka investu në bujqësi prej mas lufte. Kanë bënë investime të mëdha. Kanë dhënë në vitin e kaluar, kanë dhënë edhe krerë lëp për prodhimtari të qumshit. Të thëllër o rrit numri i krerëve dhe o rrit sasia e prodhuar të qumshit, kurse të kundërten, importi është më i madh se në vite tjera prej se i kanë mërë. Se ka ndodhur? Se ka ndodhur, sepse shteti këtu nuk ka reaguar, nuk e ka kontrolluar, shteti është dashur me kontrollu çdo, sepse ke investu, e ke subvencionu, plus e subvencionon bujkun për me prodhu qumsht, dhe ti nuk i siguron tregun, atëherë nuk po mujnë me kuptu. Kur ti e siguron për me prodhu qumsht ma shumë, ma këllat e tërë, qumshti jonë është i kontrolluar për zonë të vetërimit, çdo fermeri merret mostra, çdo qumsht ka adresë deri te fermeri. Dhe ti mos ta mbrojsh gjithë këtë investim, atëherë nuk është në rregull për shteti. Shteti duhet me ndërhy për momentin, t'jem real, për momentin plasmani është ka bëhat i Kosovës. Po janë dy arsyet. Është një arsye që në këtë kohë sasia e qumshtit të prodhuar të fermerëve tonë bie, dhe konsumi rritet kur është rrit që na bashkëdhetarët tonë ndërkombëtar kanë ardhur në fluks, është fluks i madh dhe është një treg pak më i madh. Po këto mund ta shihim 2 javë, mas 2 javë ditë jemi në gjendjen ku kemi qenë ose më të rëndë. Kështu që kërkojnë nga shteti, qeveria, institucionet tona të ndërhyjnë shumë shpejt se duhet prodhimtaria e qumshtit, bujku dhe prodhimi vendor duhet të ruhet. Çdo shtet në botë e ruan bujkun e vetë dhe prodhimin e vet. Kjo a keni vrejt çmime që në gjuhën ekonomike quhen si dumping? Unë mendoj se na jem prodhues qumshtit, jem fermer dhe ligjit e këto janë një institucion se unë mendoj që ka drejt me bëni anti-dumping për Bosnjën. Ka drejt shteti, Ministria e Tregtisë me marrë. Sepse na nuk mund të çojmë Bosnjë, si përpunuesi jonë nuk çon produkte në Bosnjë. Pse ti bie këtu? Unë mendoj që ka të drejt Ministria e Tregtisë me marrë këtë vendim. Edhe i bëj thirrje ministrës që ta marrë vendimin sa më shpejt. Ministrës bujqësisë, qeverisë dhe Republikës Kosovës, sepse bujqit farmerët janë në gjendjen më të rëndë të mundshme. Nëse fillojnë na ti largojmë baktin, ti shesim baktin, ai farmeri i cili hjek krerë të lave i shet janë, ai më nuk i merr kurrë. Prodhues të qumshtit të Kosovës. Shoqata prodhues të qumshtit me Ministrinë e Bujqësisë e ka projektin marrjen e mostrave të transparencë, i cili çdo farmeri që dorëzon qumsht në industrinë e qumshtit i merret mostra dhe qumshti i fermerit tonë është i sigurt 100%. Këtë ta them me përgjegjësi më të madhe të mundshme sepse çdo fermeri, çdo bujk i merret mostra. Shikues të nderuar, ankesat e prodhuesve të qumshtit flasin për një treg të pabarabartë. Sipas të dhënave nga dogana e Kosovës, importet e produkteve dhe nënprodukteve të qumshtit kanë një rritje nga viti në vit. Ndërkohë, shqetësimi për çmime dumpingu është shprehur edhe tek institucionet e shtetit. Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë ka konfirmuar që Kosova nuk e ka një marrëveshje me Bosnjën dhe Hercegovinën, pasi ky shtet nuk i njeh certifikatat veterinare. Por në këtë agjenci
nuk kemi kuptuar sakt se pse standardet e njëjta të cilat zbatohen me Serbinë nuk zbatohen edhe me Bosnjë-Hercegovinën. Fatkeqësisht jemi dëshmitar i numrave që i shohmi në raport me importin në vend. Në aktualisht që po flasim, dikon për çdo euro që eksportojmë, dikon 7-8 euro importojmë. Që do të thotë është një sulm jashtëzakonisht shumë i madh i produkteve të importit në vendin tonë. Jemi të qartë. Nuk jemi kundër produkteve të importit, po jemi i tharë i ideve të tilla që t'jepet mundësi më shumë ekspozimit edhe konsumit të produkteve vendore, sepse vetëm këtë formë mundemi me rritje dhe zhvillimin ekonomik të vendit tonë. Nëse shohmi në numra në raport me GDP-n në 2015 e në 2025 të ngrati, 13% ka qenë pjesëmarrja e industrisë produse përpunuese në raport me GDP-n, 13% është tani. Në numra nominal ne jemi rritje dhe GDP-ja është rrit, po në pjesëmarrje si industri ka mbet aty. Importi vazhdimisht po na i cënon produktet vendore dhe kjo vetëm jo sepse për cilësi mos flasmi. Në produktet vendore kanë arrit standardin më të lartë mundshëm, i konkurrojnë tregjeve të Bashkimit Evropian në çfarëdo lloj kategorie. Mirë, po çmimet janë ato kanjëherë që po ndikojnë në raft. E sidomos tani edhe situatat që po krijohen edhe në sikur rasti i fundit, ku na çdo ditë shohmi një farë formë u kriju një lloj pabesie produkteve vendore dhe në raft shpesh dalin edhe produktet e importit shteteve që janë domosdoshmë më të rëndësishme të Gjermanisë e shteteve tjera, që mund me dalë më lirë në raft se produktet e tona. Dhe kjo nuk do të thotë domosdoshmë prodhues po ballballen me dy situata. Në një anë po kërkohet me prodhu cilësi dhe ajo ka kosto normalisht. Në anën tjetër, kur po dalim me çmime në rafta, po thonë qysh ti prodhimi vendor po del kaq shtrejt. Po del shtrejt sepse këtu duhet me funksionu zinxhiri shtetëror, ku sektor të veçantë në situata të caktuara, sikur që është rasti konkretisht i qumshtit aktualisht, duhet t'ju gjendet zgjidhje, sepse historikisht këto situata nuk janë të vazhdueshme, janë afatshkurta në periudha vjetore, po që duhet menaxhohet, duhet sigurisht të krijohen mekanizma që mund të menaxhohen. Shembull konkret, nëse marrmi situatën e qumshtit aktuale që ballafaqohemi. Nëse i shohmi, ne kemi bërë një analizë dikun 2015-2025 strukturën e importit në raport me ata se çka na po konkuron neve te produktet tona vendore. Ma nëse shohmi në vitin 2015 struktura e importit dikun 42-43% e komplet importit si kategori e produkteve të qumshtit ka qenë qumshti si kategori e importit. Ndërsa produktet e djathit kanë qenë rreth 20%. Sot, në fund vitit 2025, sipas danave, del raport këtij kundërt. Del raporti që janë dikun rreth 42-3% tash produktet e djatrave e janë 20% produkti i qumshtit. Pse po përmendni këtë fakt? Sepse qumshti është litër për litër, një me një. Djathi dikun 6-7 litra shkojnë për 1 litër qumshit. Importi i qumshtit dhe produkteve të tij nga Bosnja dhe Hercegovina e ka ngritur në alarm prodhuesit vendor. Ata nuk mund të eksportojnë në Bosnjë asnjë prodhim, ndërsa Kosova i lejon pa asnjë kusht importin e qumshtit, i cili në muajt e fundit vjen me çmime të lira dhe në treg shitet më lirë se sa qumshti vendor. Tregu i pabarabartë i ka bërë prodhuesit të ngrisin zërin për të kërkuar të paktën reciprocitet dhe kushte të njëjta. E pash në rast ku ngriti shqetësimi një përpunues, ku 67 cent po hyn importi, ndërkohë po kërkon me grumbullu prej fermerit 50 cent. Ku janë kosto të tjera të përpunimit, ku është paketimi, ku janë tjera, ku është marzha e prodhuesit, ku është marzha e marketit me dalë në raft, është e pamundur me përballut. Ta shteti çka kish mund të bëjë në situatat e tilla, me bën një analizë të mirëfillt, po praktikisht duhet me pas një strategji të industrisë prodhuese. Jo vazhdimisht me pas drafte, sikur që po kemi. Me pas një strategji të mirëfillt, 10 vjeçare ose 5 vjeçare, ku orientimi dihet në cilat faza ka nevojë me u përkra prodhimi vendor. Shembull rast konkret, janë 200 ml që flitet mesatare ditore e grumbullimit të qumshtit në nivel të Kosovës. Brenda kësaj periudhe po supozojmë 120 ditë, nëse i kalkulojmë edhe kish mbështet me kanë 10 cent për litër qumshti, i kishte rreth 2-3 milionë euro ndoshta një kosto
shtetit, edhe çka e kishte ndodhur këtë rast, domethënë edhe fermieri i knasht, edhe përpunuesi, edhe zinxhiri, edhe në një farë formë nuk ishte dëmtuar sepse nuk është problemi që vetëm pse po ndodh në situatat e tilla një problem në treg, me një situatë, me një aksion të institucioneve që kanë drejt gjithmonë kur do me shku, po problemi është pasoja pas. Unë çdo ditë jam në për takime dhe shoh domosdoshmë që ka fillu në raft, në market, njerëz me u ndrojt, me thonë nuk e marr sepse çka po e lajme po aty, domosdoshmë na duhet me kuptuar një sen. Kosova ka prodhon produkt cilësor. Shteti mundet me përdor mekanizme me përkrah me njësi mace litër këtë rast kish mujt me përkrah. 2-3 milionerë nuk janë kur gjë për shtetin. Ata thonë që kena subvencionu fermerët me lop, me bakti, me gjana të tilla. Po tash që kjo është domethënë çum po them mos është bogabim çaj subvencionim ndoshta. Është analizu mirë. Pikrisht që kjo është që arsyeja pse unë po them që duhet me përkrah tash edhe në këtë fazë. Sepse ti pe subvencionon për me marrë fermerin një lop. Fermeri, ku ka me plasu produktin? Te përpunuesi. Shteti s'ja merr direkt, apo? Ka me çu te përpunuesi. Kur përpunuesi nuk është konkurrent treg me importin, kush do të më ndërhy? Do të më ndërhy shteti me ndihmu me te kalu këtë fazë. Kur shteti nuk i ndërhyn, çka ka me bë përpunuesi? Ka me nal sasin e përpunimit, sepse s'është konkurrent treg. Apo, kush ka me humb fund? Fermeri. Përfundimi, ato pare që i dham për atë lop, çka ndodhi në fund? Asnjë njeri i kënaqur, asnjë zinxhir i kënaqur. Prandaj, na nuk duhet me shiku hallkën e zinxhirit vetëm te fermeri. Sepse këtu po mduket që është fokusu ajo që fermeri. Po fermeri pa përpunuesin çka bën? Na duhet me shyrë hallkën zinxhirore. Edhe fermeri që është zhvillu dhe i sot, a u zhvillu veç me subvencione? Subvencionet janë të nevojshme. Vazhdimisht duhet me kanë të nevojshme. Po duhet me kanë në situatat ku e mbyll harkun e zinxhirit. Jo vetëm ty me të subvencionu, e mu blloku. Kosova është pjesë e marrëveshjes së CEFTA-s dhe mbi këtë bazë ka lejuar importin e qumshtit nga Bosnia dhe Hercegovina. Qumshtarët e Kosovës nuk lejohen të bëjnë eksport në këtë shtet, për shkak se nuk e njeh dokumentacionin e Kosovës. Duke shfrytzuar ekskluzivitetin, qumshtarët nga Bosnia dhe Hercegovina po arrin të eksportojnë në Kosovë qumsht me çmime më të lira se prodhuesit e Kosovës. Agjencia e Ushqimit e ka konfirmuar informacionet se Bosnia nuk i njeh dokumentacionet dhe nuk ka një marrëveshje bilaterale mes dy vendeve. Sa i përket marrëveshjes, më është konfirmuar se nuk ekziston marrëveshje mes dy vendeve. Shikues të nderuar, Bosnia dhe Hercegovina nuk e njeh Kosovën si shtet. Ky vend ka vendosur mos të lejojë produktet me origjinë bimore dhe shtazore të futen në tregun e tyre, ndërsa Kosova lejon që produktet nga ky vend të futen në tregun tonë. Përballë situatës, prodhuesit vendor janë dëmtuar nga çmimi i ulët i importit. Sipas ish-ministrit të tregtisë Ismet Mulaj, qeveria e Kosovës mund të marrë një mori masash që mund të favorizohet prodhuesi vendor. Po, është në mandatën e qeverisë, domethënë edhe të ministrës së tregtisë, që me i vu barrierë prodhimeve që vinë nga Bosnia për shkak se Bosnia nuk e njeh Republikën e Kosovës, pra kjo është si thuhet sferë politike, ka të drejtë, kjo praktikë ekziston në drejtën ndërkombëtare, por edhe produktet që vinë që ka elemente të dumping, domethënë edhe elementeve tjera që mundet me i hetu departamenti i tregtisë në kuadër të Ministrisë së Tregtisë, por e para është vullneti politik. Unë do doja një qeveri që kryon reciprocitet me cilin do shtet. Po në raste kur e kem të pamundur me zaventsu diçka, domethënë që si thuhet si krijon problematika tregut kosovar, por ndryshe do duhet të instalohet reciprociteti. Bosna ka pas dikur një mas taks të 10% për të gjitha produktet që vinin nga Bosna, por në 2014 është hjek kjo mas
në mënyrë të çuditshme edhe nuk është rivendos më asnjëherë. Prandaj produktet tona jo vetëm që nuk shkojnë në Bosnjë, por Bosnja nuk i njeh edhe dokumentacionin e Kosovës. Dhe nuk është bë kur gjën këtë drejtë pothuajse nuk ka pas përpjekje, si thuhet, të vazhdueshme që të rregullohen këto raporte ose në një mënyrë nëse Bosnja nuk pranon produktet e Kosovës, dokumentacionin e Kosovës, atëherë anasjelltas edhe Kosova do duhet t'i bllokonte, pavarësisht kostos që mund ta ketë me Bashkimin Evropian. A mundet me qenë vendimi i rënd kë për institucione? Jo, nuk mundet me qenë, por këtu kur shifet këtu të na ma shumë vendimet merren se kush i sjell ato produkte nga një vend i caktuar. Nuk është problem vetëm Bosna, thash, ka edhe vende tjera, edhe Serbia, edhe Maqedonia, edhe Malizi. Ka pas probleme, kemi pas probleme me Shqipërinë për shkak rastet patatës, është rasti i famshëm, domethënë që. Pra, të gjitha shtetet në një mënyrë i luftojnë bizneset e Kosovës dhe i mbrojnë interesin e bizneseve të tyre. Por këtu edhe bizneset do duheshin të ishin më aktive. E para që mbi të gjitha do duhej qeveria e Kosovës bashkëpunim me sektorin e qumshtit të lobonin të Bashkimit Evropian me qëllim që të hapej tregu i Bashkimit Evropian. Nëse nuk hapet tregu i Bashkimit Evropian, vetëm tregu i Kosovës është i pamjaftueshëm që këto biznese mu zhvillu. Prandaj kanë hyrë në një luftë për mu, si thuhet, një luftë vetvrasëse, se vetëm pja prishin imazhin bizneset njëri tjetrit dhe nuk po arrin me dalë në tregun ndërkombëtar aty ku ka hapësirë edhe mu ushit produktet tona, për shkak se një pjesë e madhe e këtij sektori plotson pothuajse të gjitha standardet që kërkohen sipas standardeve të ushqimit në nivel botror. Ka biznes në Kosovë që ka domethënë standarde më të larta që thirrët IFS-i, kështu që vetëm do duhej shteti i Kosovës të u krijonte mundësi, pra të lobonte të Bashkimit Evropian dhe të sekretariati i CEFTA-s me qëllim që bizneset tona mos të kenë barriera të ndryshme në eksport. Dogana e Kosovës është institucioni i cili mund të zbatojë vendime të cilat ndalojnë importe nga vende të ndryshme, por të dhëna tregojnë që dogana është udhëzuar që të lejojë prodhimet nga Bosnja dhe Hercegovina të futen në Kosovë pa asnjë ndalesë. Po, në përgjithësi të gjitha importet e mallra të cilat bëhen dorëzojnë disa dokumente, siç janë dokumentet e zakonshme, faktura mbi vlerën e produkteve, gjithashtu dokumenti unik doganor i eksportit nga vendi i cili vjen dhe certifikata të ndryshme në bazë në varësi të produktit. Normalisht tek produktet më specifike, siç janë produktet ushqimore apo produktet e tjera siç janë barnat, kërkohen edhe licenca të veçanta në rastin e importit. Duke marrë parasysh këtë, dogana e Kosovës gjithmonë në rastin e importit të mallrave kërkon bazë ligjit, kërkon certifikatën e Agencionit Ushqimeve dhe Veterinës, e cila shohet nga autoritetet e Kosovës. Dhe vetëm pas lëshimit të asaj certifikate, atëherë fillon procedura e zhdoganimit të produkteve ushqimore. Në rastin e Bosnës, vinë produktet e Bosnës, por nuk lejohen me shku të Kosovës. A ka pas përpjekje ndonjëherë që Kosova me eksportu në Bosnë? Çfarë ndalesa na bojnë ata? Po, këto janë çështje të problematikave politike që Kosova ka në aspektin e marrëdhënieve politike dhe tregtare me Bosnën, por normalisht dogana e Kosovës, kjo nuk është pjesë e doganës së Kosovës, pjesa jonë është që në të gjitha produktet të cilat nuk kanë ndalesa apo nuk kanë taksa shtesë apo nuk kanë kufizime të importit, ne i zhdoganojmë në bazë të ligjeve tona. Aktualisht, a ka ndonjë vendim qeveritar që e ndalon me importu ndonjë shtet në Kosovë? Për momentin nuk kemi, po normalisht në momentin që do të kemi, ne kemi zbatuar të gjitha politikat fiskale dhe politikat tregtare të cilat miratohen nga Qeveria e Republikës Kosovës. A ka kërkuar ndonjëherë në institucion nga dogana analizat dhona se çysh ndikon që kjo puna e importit? Normalisht dogana bashkëpunon me gjitha ministritë dhe organet kompetente të cilat janë në Kosovë dhe në gjatë gjithë kohës ne shkëmbejmë dhëna dhe informacione mbi hyrjen dhe lëvizjen e mallrave nga vendet e tjera për në Kosovë. Ministria e Bujqësisë nuk ka dhënë ndonjë sqarim për këtë situatë, e as Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë. Në javët e fundit, për shkak të presionit publik për çmimet e qumshtit, Ministria e Tregtisë ka nisur diskutim për masat që mund të merren në këtë fushë. Zonja Kusari, produsët e qumshit edhe përpunuesit kanë shprehë ankesa për importet që vijnë prej Bosnës. Fillimisht, a na tregoni, a jeni ndjeni për ankesat edhe hallet e tyre?
po disa herë jemi taku edhe me prodhuesit edhe me përpunuesit e qumshtit, fillimisht në pranverën e vonë, do të thotë nga fundi muajit prill maj, pastaj prap në vazhdimsi, edhe tash pas inspektimeve të cilat janë bërë nga AUV-i, prap kanë kërkuar takim përpunuesit e qumshtit me përfaqësues të ministrisë, personalisht i kom taku, dhe kanë kërku një vëmendje më të shtuar tek cilësia e qumshtit të importuar së pari dhe së dyti edhe tek praktikat e cilat njihen në aspektin e tregtisë jashtme, antidumping, për të vlerësuar nëse me të vërtetë është duke u praktiku antidumpingu tek qumshti në veçanti nga Bosnia e Hercegovina, por edhe disa shtete të tjera që janë edhe vende anëtare të CEFTA-s. Si ministri kemi marrë seriozisht të gjitha këto vlerësime apo pretendime, kemi fillu tek Departamenti i Tregtisë mbledhjen e informacionit, i cili informat krahason të dhënat nga doganat me çmimet në tregun me pakic, e pastaj edhe verifikimin e çmimit të qumshtit nga vendet e origjines, do të thotë nga ato vende ku prodhohet qumshti. Shumë shpejt do ta kemi një vlerësim, pas të cilit pastaj edhe marrim një vendim si ministri. Është shumë e rëndësishme të dihet se Ministria përgjithësisht i ka në ligjin që burojnë nga ligji për tregtitë të jashtme, që janë praktika tregtare me vendet e rajonit, e këtu kryesisht janë rregulluara edhe marrëveshjen tregtisë ligjit CEFTA-s, ligji për tregtinë e brendshme, i cili do duhet të ishte edhe në proces të amandamentimit ose të ribërjes. Në fakt, në momentin e parë kur të kemi kuvend, do e nisim punën intenzive për ligjin për tregtitë të brendshme, për shkak se shumë prej edhe qasjes, edhe ekspozimit, edhe formave të shitjes së produkteve vendore do të rregullohen më mirë me ligjin për tregtitë të brendshme, e gjithashtu edhe ligjin për mbrojtjen e konsumatorit, për shkak se është drejtë elementare e konsumatorit të di për çfarë produkte po konsumon, çfarë produkte po i ofrohen. Në të trijat, Ministria është duke kryer punën e vet. Kemi filluar edhe tek ligji për mbrojtjen e konsumatorit përcaktimin e obligueshëm tek produktet e qumshtit, edhe produkte me bazë bimore dhe shtazore, cila përcaktohet varësisht nga sasia e përmbajtjes bimore, siç është vaj i palmes tek produktet e qumshtit. Prandaj edhe marketet janë të obliguara të kenë të qartë të specifikuar cilat produkte janë me bazë bimore, që shiten si produkte qumshti, e cilat janë me bazë shtazore. A keni po të dhëna prej doganës apo dëmtohet prodhuesi e qumshtit, prodhimi vendor nga importet nga Bosnia specifikisht? Ka pasur rënje dhe ngritje të importit nga Bosnia, ka pasur ngritje në vitin 2024, një rënje më të vogël në vitin 2025, po shihet tendencë rritjes prap. Sipas informacionit mund të jetë edhe si rrjedhoj e mbylljes së disa tregjeve për shkak të rrethonave gjeopolitike, qoftë më afër apo më larg, ku ka pasur eksport, ndërsa tani pas mbylljes atyre tregjeve ose qasjes më të vështirësuar bëhet riorientimi i eksportit tek Kosova. Megjithatë, për ne është në fokus, siç e përmenda, edhe mbrojtja e konsumatorit, por gjithashtu edhe e prodhimit vendor. Prandaj jemi në kontakt të vazhdueshëm edhe me doganat e Kosovës, me Ministrinë e Bujqësisë dhe AUV-in si agjencion përgjegjës, edhe me të gjitha shoqatat që përfaqësojnë prodhues dhe përpunues, që të arrijmë të një vendim i cili është në përputhje edhe me obligimet që i ka Kosova si shtet, por edhe në mbrojtje të gjitha kategorive për cilat ne kemi obligim institucional e kushtetues ta bëjmë. Ekziston elementi i masës së reciprocitetit, me të njëjtën parim cilin ata e trajtojnë një vend, trajtohen produktet e atij vendi. Tek Bosnia Jural bien në këtë elementin e shqyrtimit më shumë politik se sa ekonomik, por që ne gjithmonë e kemi pasur parasysh elementin që ne i trajtojmë shtetet njëjtë deri në situatën kur nuk kemi një shkelje që bëhet interesave të Kosovës. Tek situata e ndalimit ne, domethënë prodhuesit kosovar nuk kanë vënë në pa elementin e pengesave përsej të shitjes, por më shumë të elementit të çmimeve tepër të ulta për tregun e Kosovës. Do të thotë, nëse do e vlerësoja, më parë do e bënim analizën e antidumpingut, se sa analizën e pengesave tregtare që po bëhen për produktet tona. Ne kemi nevojë për certifikim të produkteve ushqimore, gjithsesi certifikat e cila do jipet nga
institutet nga uvi që do të njihej edhe në vendet tjera në mënyrë që të frojë shitja. Ka forma dhe duhet intensifikuar tash edhe përpjekjet tona si shtet që produktet ushqimore të cilat sot nuk kanë mundësi shitje ose plasimin e tregjet ndërkombëtare ta kenë, mishi është shumë më specifik, do të thotë kur arrim te mishi aty edhe vendet e Bashkimit Evropian edhe Turqia me cilin kemi marrëveshje tregtisë lirë kanë pasur rregulla të veçanta, por tek qumshti, produktet e qumshtit dhe produktet tjera ushqimore tashmë fokusi janë është të intensifikojmë përpjekjet e gjithashtu të arrim në standardin kur produktet e Kosovës lehtësisht mund të plasohen. Edhe nga vlerësimet e Departamentit të Industrisë që i kemi bërë për industrit me potencial konkurrues në tregun rajonal edhe evropian, kanë dalë edhe produktet e qumshtit edhe produktet e frutave, në veçanti të frutave të thata dhe bimëve medicinale që kanë potencial të rritjes tepër të madh dhe plasim në tregun ndërkombëtar. Prandaj tash synimi ynë si Ministri, si qeveri, në momentin e konfirmimit edhe të institucioneve me mandat të plot, është që të kemi një fokus të qartë e intenziv në rritjen e eksporteve të Kosovës, e natyrisht edhe në ofrimin e mundësive për prodhim më të madh në ekonomi të shkallës për këto produkte. Vite më parë ka qenë një mos prej 10%, me sa unë e këmë kuptu ju vetë e keni vendosë atëherë, a ka qenë efektshme, a keni pas tani informata pse është hjek ajo mos? Sepse produs e consideration si diçka pozitive. Po, ka qenë masa e vendosjes së 10% të taksës në produktet e qumshtit të importuara nga Bosnia. Ka qenë si masë drejt për drejt ndaj pamundësisë së plasimit të produkteve tona atje dhe disa momenteve tjera që janë ndërlidh me atë kohë. Ne jemi, si që tash, duke analizuar atë botë ka pasur edhe vlerësim të lartë, edhe një farforme hapësirë më të madhe për prodhimin vendor. Tash, siç e përmenda në momentin e vlerësimit të parë dhe konfirmimit për praktika jo të drejta tregtare nga Bosna ose edhe shtetet tjera, se ka edhe rritje të sasisë të disa vendeve tjera të rajonit të plasimit të mallit në Kosovë, atëherë do t'i marrim masat e nevojshme. Është çështje javësh ky vlerësim. Unë po shpresoj që të arrim sa më shumë t'ju qëndrojmë afër prodhuesve, por duke marrë parasysh që edhe ata kanë obligimet e tyre, qoftë për elementin e cilësisë së prodhimit, qoftë elementit të rregullave të qarta të tregtisë së brendshme, domethënë edhe mbrojtjes së konsumatorit. Shikues të nderuar, përveç çmimeve të ulta që vijnë nga importi, prodhimet vendore përballen edhe me barriera të tjera. Kushtrim Ajvazi nga shoqata e prodhuesve vendor thotë se Kosovës i mungon edhe një strategji për përkrajen dhe zhvillimin e prodhuesve vendor. Aktualisht dhe në vitin 2026, filloi lufta në Iran, filloi rritja e kosteve të burimeve të energjisë jashtëzakonisht shumë, rritja e landeve të para. Tash së fundmi po ballafaqohen edhe me sektorin e qumshtit konkretisht. Ne dim situatën se si është zhvilluar. Janë probleme të vazhdueshme, vitin e kaluar kemi pas tregun e lirë të energjisë elektrike, në farforme prodhuesit çdo ditë veç po dalin diçka e re, po në një formë po mundohen në përballë në situata se si me të kalu situatat, po ndodh një situatë e re, edhe në farforme po mundson edhe planifikimin e mirëfillt edhe me kriju një strategji pak më të mirë dhe të biznesit në operimin e tyre. Nuk e përmend kurkush hiç që mollë rastin, pse ka bërë shteti ligjin për tregtinë e brendshme, ku ballinat që i paguajnë kostot ashta prodhues në rrjetet e zinxhirore, me i detyru një farforme, me kriju një mekanizëm të tillë që edhe ballinat e produkteve vendore me kanë prioritet, ku konsumatori shkon edhe e ka të gjithë prodhues paguajnë për ato ballina. Çtu është problemi më i madh që jam të pa, parat po jipen, po shpërndan në subvencione, po bllokohen vend, po mirën vetëm të një hallë, s'po këshyri zinxhiri deri në fund. Pra për ballinën në market pagu njëjtë sikur ai produkti importuar si produsi vendor. Madje, ku duhet edhe një problem tjetër tani, se kontratat, kushtet e kontratës të marketeve në raport me prodhuesin edhe me tregtarin nuk janë të njëjta. Sepse ai tregtarin ashtu ka potencial shumë me përkra me
aktivitete tjera, sepse nda edhe prodhuesi atje ku e blen produktin e vet, i jep hapësirë më shumë për përkrahje të ekspozimit të produktit të vet. Në afat të pagesave janë ndoshta më ndryshe, prodhuesit nuk janë të njëjtë. Sikur të funksionu zinxhiri prej fillimit deri në fund, unë jam i bindur që na kishim shku të urrit u zhvillu. Qysh kemi arrit sot me deportu, thuajse në çdo cep të botës me produktet vendore. Madje sektori i çumshtit, çamall rast konkret i kemi, na nuk mundemi me eksportu kurkun hiç. Na si prodhues domethënë po ballafaqohemi hala me situata të tilla, para më jemi në vitin 2026, shkoj 2026, apo jemi 2027. Hala nuk kemi ligj që një humbjet në proceset prodhimit. Domethënë ligj bazik. Ka pas iniciativa para fix 10 viteve, 12 viteve. Kur kanë pas kriju masat e para për përkrahje të prodhuesve vendor. Lirimi nga taksat doganore. Atëherë unë jam kam pjesë e takimeve, është pas përgatit edhe paraprakisht edhe procesi i humbjes në proceset prodhimit, që ti njeh zyrtarisht vëlla e din sa e ki humbjen në proces të prodhimit. Pra shtetet tjera e kanë këtë. Shtetet tjera e kanë, edhe ti dushemi kriju një kriter sepse ka plot bizneset tani që po ballafaqohen edhe me administrata timore. Ndodh humbja në proces të prodhimit, ti nuk i mekanizëm që të cakton që kjo humbje ka ndodhur realisht, ki humbje në peshë, ki humbje gjatë procesit. Nuk ka ligj hala Kosova. E na po flasim për përkrahje prodhuesve vendor. Para do duhej të gjitha produktet që hyjnë në Kosovë të kontrolloheshin. Edhe në raste kur ka dyshime, domethënë, AUV do duhej të testonte, të analizonte dhe të nxjerrte pra të publikonte, të ndalonte produkte të cilat nuk janë standard. Na kemi pa viteve të fundit që ka pas raste që Agencioni i Ushqimit dhe Veterinarisë Kosovës edhe ka arsyetu, domethënë produkte që kanë pas probleme me krimbat ose probleme domethënë të natyrave ndryshme për shkak se tregtarët importues janë aq të fuqishëm, kanë mjete financiare, kanë fuqi, domethënë prezencë të madhe në media dhe po arrin me kriju një atmosferë shumë më pozitive për produktet që vijnë nga importi sesa për prodhimet vendore. Prodhimet vendore realisht edhe nëse shkoni në një market janë të afishuar ose të qiten në një pozicion që nuk është shumë, nuk bie shumë sy për konsumatorin. Është provu përmes ligjit për tregtitë të brendshme të rregullohet diçka, por prap ajo që është vendosur në ligj do duhet të zbatohej në praktik. Por unë mendoj që institucionet tona, sidomos Agencioni i Ushqimit dhe Veterinës, është shumë më miqësor në raport me importin sesa në raport me prodhimin vendor. Kur dihet që sasia e cila prodhohet në Kosovë është dikon rreth 5-6-7% e ushqimit në total. Prandaj eksporti është problematik dhe mos harroni që ka linja, ka fabrika që prodhojnë ekskluzivisht për tregun e Kosovës. Edhe ai produkt nuk kontrollohet në vendin ku prodhohet për shkak se ka destinacion eksportin. Prandaj na do duhej, domethënë të kishim kapacitete që ta kontrollonim në rast që ka probleme dhe ta ndalonim. Por deri sot Agencioni i Ushqimit dhe Veterinës nuk ka qenë si thuhet në detyrat maksimale që do duhet të kishte ky institucion, edhe për shkak të kapacitetit jo mbështetës nga ana e qeverisë Kosovës, edhe për shkak të vullnetit, domethënë ka elemente edhe korruptive, por edhe për shkak të mungesës së akreditimit të shumë prej parametrave që do duhej të akreditohej institucioni jonë me qëllim që të kontrollonte domethënë këto produkte që vijnë. Apo thoni s'ka kapacitete AUV me i bë kontrollat e nevojshme të domosdoshme? Unë mendoj që ato që e di unë që prej analizave që do duhet të analizoheshin, domethënë Kosovë, AUV nuk është i akredituar. Edhe nuk e di që ka ndonjë marrëveshje me ndonjë laborator si Motër pra në kuadër të vendeve të Bashkimit Evropian, ku do dërgoheshin mostrat. Ka raste kur AUV i merr mostrat për shembull kur me kërkesë të prokurorisë ose të gjykatës dërgohen jashtë për analizë, por me vetë iniciativë për të verifikuar diçka nuk ka pas në një rast, domethënë që unë me sa di, edhe nuk ka pas në një rast, domethënë që unë me sa di, edhe nuk ka pas në një rast, domethënë që unë me sa di, edhe nuk ka pas në një rast, domethënë që unë me sa di, edhe nuk ka pas në një rast, domethënë që unë me sa di, edhe nuk ka pas në një rast, domethënë që unë me sa di, edhe nuk ka pas në një rast, domethënë që unë me sa di, edhe nuk ka pas në një rast, domethënë që unë me sa di, edhe nuk ka pas në një rast, domethënë që unë me sa di, edhe nuk ka pas në një rast, domethënë që unë me sa di, edhe nuk ka pas në një rast, domethënë që unë me sa di, edhe nuk ka pas në një rast, domethënë që unë me sa di, edhe nuk ka pas në një rast, domethënë që unë me sa di, edhe nuk ka pas në një rast, domethënë që unë me sa di, edhe nuk ka pas në një rast, domethënë që unë me sa di, edhe nuk ka pas në një rast, domethënë që unë me sa di, edhe nuk ka pas në një rast, domethënë që unë me sa di, edhe nuk ka pas në një rast, domethënë që unë me sa di, edhe nuk ka pas në një rast, domethënë që unë me sa di, edhe nuk ka pas në një
na për shkak të AUV-it edhe të kontrollit të gjurmëshmërisë se produkte me origjinë shtazore jem, si thuhet, në listën e zezë të Bashkimit Evropian për shkak që s'kem drejt me eksportu produktet tona. Edhe është deformu tregu i Kosovës. Mos harrani që ka shku kilogrami mishit rreth 14 euro. Edhe askush nuk jep një shpjegim pse ky çmim kaq i lartë, ndërsa kilogrami grurit 2007 ka qenë rreth 22 cent, sot e ke 16 cent. Pra, diçka nuk po funksionon, si thuhet, me këto politikat e Ministrisë Bujqësisë. Prodhimet vendore sipas shoqatave nuk po marrin as hapësirën e duhur brenda marketeve. Për këtë, ata kanë kërkuar nga Ministria e Tregtisë që të ketë ndarje të produkteve brenda rafteve në markete. Kemi nxjerrë të gjitha ato hapësirat, pse nuk e ka një hapësirë në marketet tona të Kosovës prodhimi vendor që në çdo vend tjetër ku në vendet janë, kurse tu na mshefen prodhimi vendor ndashta në rafta nuk kanë ekspozim. Kemi kërkuar që ndamjet e produkteve me preardhje shtazore dhe me ato me preardhje bimore të ndahen, po të ndahen fizikisht dhe 3-4 metra, 4-5 metra larg nga një tjetër që konsumatori të din produktin të cilin e blenë dhe të është i qasshëm dhe të është i vedishëm çka po blenë. Deri me tash kanë filluar ndamje po jo ndamje, e që të një letër në mes produkteve, kështu që konsumatori janë të grumbulluar po thusin në vend që na kemi menduar që e dëmton prodhuesin vendor. Bujqit janë në gjendje të rëndë, kanë çmim shumë të dobët të dorëzimit të qumshtit, i cili, më të them, është nën kostën e prodhimit, prej muajit maj e këndej. Shikues të nderuar, problemet e prodhuesve vendor janë të ndryshme. Nga çmimet e ulta që vijnë nga importi, e bllokadat për eksport, e deri tek hapësirat që u kushtohen prodhimeve vendore nëpër markete. Ministria e Tregtisë tha se problemi me ekspozimin e prodhimeve vendore pritet të rregullohet me ligj. Për këtë, tashmë ajo thotë se ka edhe një nismë ligjore. Po, inspektoriati ka fillu, tashmë vetëm në marketet tona mund të shihni shënimet që janë produkte me bazë bimore dhe me bazë shtazore. Këto do ta reflektojmë edhe në ligjin për tregtitë brendshme. Do thotë do të vëjmë dispozita të qarta në ligj tek rregullat e ekspozimit, prej preardhjes tek origjina e vendit të produkteve. Domethënë do ta kemi një qasje më të drejtë për drejtë për rregullat që i kanë dhe duhet t'i kenë marketet. Kemi filluar edhe dialogimin. Në takimin e parë kemi pasur me Ministrin e Bujqësisë bashkë me përfaqësues të gjithë zinxhireve të marketeve në Republikën e Kosovës. Do të rikthehemi në atë takim në momentin e konstituimit të institucioneve dhe kuvendit dhe formimit të grupit punues për ligjin për tregtitë brendshme. Paralel me të është edhe ligji që tashmë është i finalizuar për kamatvonesat, i cili rregullon pastaj tek që është e rëndësishme shumë për prodhuesit dhe në veçanti ndërmarrjet e vogla apo prodhimtarinë e vogël që kanë nevojë për një mbështetje, tek është shumë më strikt tek afatet e pagesave që bëhen nga marketet për prodhimet vendore, për shkak në veçanti edhe në gjitha raportet kontraktuale, për shkak se jo rrallë vonesat në pagesa shkaktojnë pastaj probleme në afarizëm. Si që përmenda, blokada institucionale, tashmë mungesa e kuvendit, po i lënë mangu disa prej këtyre reforma që janë shumë të nevojshme për prodhimin vendor, për disa sektorë që duhet japim përparësi dhe shtytje e mbështetje institucionale. Shikues të nderuar, për të adresuar të gjitha shqetësimet e prodhuesve vendor, ne kemi kërkuar intervistë edhe nga kryeshefi i Agjencisë së Ushqimit dhe Veterinarisë, Bekim Hoxha, por ai nuk ka pranuar të kthejë përgjigje. Intervistë kemi kërkuar edhe nga Ministri i Bujqësisë, Armend Muja, por as zoti Muja nuk është përgjigjur pozitivisht kërkesës sonë. Shikues të nderuar, ishte ky reportazhi i cili denoncon problemet në sektorin e qumshtit në Kosovë. Tani, ju lëmë një aksion nga Inspektorati i Punës në disa vend punishte në rajonin e Prishtinës.
Një 26 vjeçar vdiq këtë javë nga rrëzimi i vinçit në rrugën A në Prishtinë teksa u lëndua dhe një punëtor tjetër. Vinçi u rrëzua gjatë montimit duke i zënë poshtë 2 punëtorët. Kësaj ndërtimtaria vazhdon të jetë ndër sektorët më të rrezikshëm dhe me numrin më të madh të shkeljeve të rregullave për siguri dhe shëndet në punë. Edhe pse kontrollet e Inspektoratit Qendror të Punës janë shtuar gjatë muajve të fundit, në shumë vend punishtë vazhdojnë të mungojnë masat elementare që kërkon ligji. Për të verifikuar gjendjen në terren, inspektorët dalin në një aksion kontrolli në disa objekte ndërtimore në Prishtinë. Synimi i tyre është të konstatojnë nëse punëdhënësit kanë krijuar kushte të sigurta për punëtorët apo nëse ata vazhdojnë të punojnë në kushte që rrezikojnë jetën e tyre. Që në minutat e parë të inspektimit, vëmendja e inspektorëve përqendrohet te pajisjet mbrojtëse personale të punëtorëve. Në hyrje të objektit, konstatohet se jo të gjithë punëtorët janë të pajisur sipas rregullave. Mungesa e helmetës mbrojtëse është vetëm një prej parregullsive që bie në sy. Menjëherë pas kësaj, inspektorët nisin kontrollin edhe për makineritë dhe pajisjet e rënda që përdoren në vend punishte. E një lodhje ma, për inspektoratit të punës jena. Si je? Ti je? Punëtora, ku ki helmetë mbrojtëse? Së s'pe vendosë? Pa ti ka të ki të punës, a qëpar e ki? Kontrolli vazhdon të vinçi, një prej pajisjeve që konsiderohet më rrezik të lartë në sektorin e ndërtimit. Inspektorët kërkojnë të dinë se është bërë mirëmbajtja e tij, nëse zona ku operon është e rrethuar dhe mbi të gjitha, nëse personi që e përdor është i pajisur me kualifikimin e nevojshëm. Përgjigjet që marrin tregojnë se një pjesë e kërkesave ligjore nuk janë përmbushur. Se momentin e porshin në orë, vinçi o ko të punu. Ku e ko zonën e operimit vinçi, të rrethume. Ku i ko barirat mbrojtëse vinçi. Nësë më afru kërkësh. Momentalisht e ki ketë ekspozuar pjesën e vinçit. E di që sillet poshtë, po do me postë një zonë të operimit. Emnin falë. Kur e ki zonën e operimit, të rrethume, kur ngarkohet ngarkesa, punëtorët do të ndodhen për zonës të operimit, me vazhdu për me funksionu me venç. Në të kundërtën nuk lejohet përdorimi në qatë mënyrë. A keni bo kontrolën teknike të vinçit edhe librin e mirëmbajtjes. Kur u bo për herë fundit? Qëso është i vendos që pi venç? Për cës periudhë kohore? 8 muaj. A keni bo mirëmbajtjen javore e mujore të vinçit? Për 8 muaj det. Për 8 muaj det është fjala. Jo, para 2 muaj kanë orë dhe një herë kanë kontrolluar. Po para 2 muaj po, te ki je obliguar me bo mirëmbajtjen javore ditore, domethënë librin e mirëmbajtjes. Për çfarë arsye në fund ja japin ata në libër të mirëmbajtjes, që keni me kontrolluar në baza ditore, javore edhe në baza mujore pjesën e vinçit. A keni bo çat pjesë? A keni të kualifikuar dikan që përdor vinçin? Po, po çfarë thosh? E kush u kodo e përdor sot? Ha, po. Ti skri kualifikim? Ja. Kjo është shkelje direkt për çet pjesë. Hajde vazhdojnë analt te pjesa e objektit. Verifikimet e para në terren tregojnë se kompania nuk ka zbatuar rregullat elementare për sigurimin e vinçit dhe kualifikimin e operatorit. Kjo është një shkelje e rëndë e cila evidentohet më njëherë në raportin e inspektoratit. Ke shumë shtë mos analt. Në vëdo skelit e kanë punë kryeshë si mi vendosë. Po. Punë kryeshë i ka përgjithësinë e skeleve dhe sigurisë funksionë. A keni po. A keni bo jo punë kryeshë si plan për montimin, shmontimin dhe përdorimin e skeleve. Sot ke posë punëtor vend punishte, pa mosa. Edhe Normali vë të punu poshtë sot. e kena posë edhe punë kryeshën i pa kualifikuar me kran të manovru me kran. Vinçat janë njëra nga pajisjet e rrezikshme që në muajt e fundit ka shkaktuar disa aksidente, por nuk është e vetmja shkelje. Ndërtuesit në vazhdimsi nuk respektojnë edhe rregullat e tjera.
Vendosja e skelave është njëra nga pikat e dobta, e cila në vazhdimsi shkelet nga ndërtuesit dhe kontraktorët e tyre. Edhe në këtë vend punishte konstatohet se mungojnë skelat mbrojtëse, hapësirat e ashensorëve janë të pambrojtura, ndërsa zona ku operon Vinçi nuk është e rrethuar. Sipas inspektorëve, secila prej këtyre parregullsive paraqet rrezik serioz për punëtorët dhe kur ato gjenden të gjitha në një vend punishte, puna nuk mund të vazhdojë. Pronoj, si e mirë? Unë jam prej inspektoratit punës, Senat më qohë ku inspektori punës. Si? Sot jena një inspektim lidhur me sigurinë dhe shëndetin punë. Tash punë kryer se ki pjesën e ki mungesë të mosën nga siguria e shëndetin punë. Që i përfshin edhe pjesën e skeleve, pjesën e hapësinave të hapura, hapësinave të ashensorëve, pjesën domethënë të Vinçit, që se ko të rrethum edhe zonën e operimit me venç, ashtu punu një punëtor i punëkryerësit që është përgjegjësia e punëkryerësit pa kualifikuar. Kështu që kjo pjesë kanë munduar me pjesën e punëkryerësit që ka përgjegjësi nga siguria e shëndetit punë. Me juve si investitor na vjen elaborati i sigurisë dhe shëndetit punë edhe ekspertat e sigurisë. Ai keni të angazhuar te vendpunishtja. Ai kanë bëu vrejtën ai sa në pjesës punëkryerësit. Jo, tash e kena marrë. Çfarë keni marrë? Qëtë muje e kena marrë. I parë. Pas evidentimit të shkeljeve, inspektori njofton përgjegjësit e kompanisë për masat që duhet të ndërmerren për të eliminuar parregullsitë e konstatuara. Përveç mangësive që lidhen me sigurinë e objekt, ai kërkon edhe përmirësimin e kushteve të punës për punëtorët, sidomos në ditët me temperatura të larta. Sipas tij, vetëm pas zbatimit të këtyre masave dhe verifikimit nga inspektorati, punimet mund të vazhdojnë. Kemi vendosur domethënë karrigat, kam u pastru çaj pjesa mbrana, edhe kam u vendos pjesa klimës. Se kam e ko temperatura domethënë do të më kon në post standard të fsosh, deri në 28 gradë. Momentalisht nuk kam të menajt pjesa e zyrës për shkak të temperaturave të mëdha që janë. Në një zonë ku po ndërtohet një objekt i lartë, inspektorati i punës konstaton parregullsi serioze. Vinçi nuk është i vendosur sipas standardeve dhe mungojnë pajisjet elementare të sigurisë, siç janë skelat mbrojtëse. Me shkelje të tilla ndërtuesi nuk mund të vazhdojë punimet. Zona ku deri në vizitën e inspektorëve punonin punëtorët duhet të mbyllet me urdhër emergjent, të gjithë duhet të largohen nga aty ndërsa kompania do të procedohet për shkeljet. Inspektorët i dokumentojnë të gjitha parregullsitë dhe përpilojnë proces verbalin. Gjetjet e inspektimit janë. Në objektin 5 të vendpunishtës ka posur mungesë të skeleve në katin e 5, niveli 15 dhe në pjesën tjetër të objektit kanë qenë skelet pjesërisht e vendosura. Ka posur hapësira të hapura, ashensorët dhe shkollët kanë qenë të hapura, ndërsa zona e Vinçit ku ka qenë duke operuar nuk ka qenë e rrethuar. Vinçi ka qenë duke përdorur nga Xhelal Dullovi, i pa kualifikuar i cili punon si armirues. Domethënë ti kon të përdor pa kualifikim pjesën e Vinçit. Tash vendimet e marra janë si vjen. Punëdhënësit e ndaluan punimet dhe vendoset domethënë shritje ndalimit punimeve dhe obligohet punëdhënësit të eliminojë parregullsitë e konstatuara dhe të prezantojë vlerësimin e rrezikut, ekspertin nga siguria e shëndetit punë, trajnimet nga siguria e shëndetit punë për të punësumit, kontrollet mjekësore, raportin nga gjendja e skeleve, planin për montimin, përdorimin, çmontimin e skeleve, atestin e Vinçit, si dhe mirëmbajtjen domethënë Vinçit. Atë librin e mirëmbajtjes që bisedoj më herët, si dhe personin e kualifikuar. Ne do ne posim person të kualifikuar që e përdor pjesën e Vinçit. Tash, për pjesën që je kon të e përdorur ti Vinçin, kjo shkelje domethënë është shkelje që shkon direkt në gjykatë. Ka më shku gjobë për çit pjesë, edhe gjoba domethënë që keni rrezikuar punëtor që keni shtim vendpunishte. Tash vendoset pjesa e shëritit. Në momentin e parë që hosteni duke punu prap, atëherë mbledh policia dhe i hopi kallëzim penal për thyrje të vula shtetërore dhe thyrje domethënë të shëritit që ju vendoset. Kështu që është në zonën e juve, nëse doni me bashkëpunuese ju. Na du të marrë një kryq të punë, apo? Pa i kry punë, nuk më me vazhdu më punimet në vendpunishte.
Mbi konstatimet se zona është e rrezikshme, inspektorati sigurohet që të bllokojë zonën me shirita për të pamundsuar qasjen e paautorizuar në vendin e pasigurt të punës. Të gjithë punëtorët do të largohen nga zona, ndërsa në punishte do të guxojnë të futen vetëm punëtorët që do të rregullojnë masat e sigurisë në punë. Pra, ata që do t'i vendosin rrethojat rrëdhinqit, ata që do t'i vendosin skelat mbrojtëse dhe ata që do t'i sanojnë rrethojat që mungojnë në hapësirat e ashensorëve. Gjatë vizitës inspektuese tek objekti në lozhën Holger Petersen në rrugën, domethënë në Prishtinën e Re, është bërë inspektimi tek vendpunishta Elar Cekur, ku ka pas mungesë të mosave nga siguria dhe shëndeti në punë, duke përfshirë domethënë se skelet kanë qenë pjesërisht të vendosura, ka qenë një person i pakualifikuar domethënë në pozitën armirues duke përdorur pjesën e vinçit apo kranit. Nuk ka qenë zona e operimit të kranit të rrethuar dhe ka pasur mungesa të tjera të mosave që përfshin domethënë ashensorët e hapur, parmak profesional ka pas mungesë në pjesën e shkollëve, andaj domethënë punonësit me vendim janë ndaluar punimet dhe është vendosur shriti i ndalimit të punimeve. Dhe është obliguar që në afatin kohor domethënë të fillojë në realizimin e eliminimit të parregullsive nga siguria dhe shëndeti në punë. Prishtina është njëra nga zonat me ndërtime të larta ku bizneset e ndërtimit operojnë pas zbatuar rregullat e sigurisë dhe shëndetit në punë. Në një operacion të inspektoratit të punës, konstatohen shkelje të rrezikshme në biznesin e parë të inspektuar. Të dhënat tregojnë që gjatë vitit 2026 mbi 200 biznese e kantiere ndërtimi u bllokuan për shkak se shkelen rregullat e sigurisë. Inspektorët sipas raporteve të pranuara vazhdojnë në biznese të tjera, sërish në një biznes ndërtimi. Edhe këtu kontrolli nis me verifikimin e dokumentacionit dhe trajnimeve të punëtorëve. Ligji kërkon që secili punëtor të jetë trajnuar për pozitën që ushtron, ndërsa inspektorët kërkojnë dëshmi se ky detyrim është përmbushur. Me profesion, e këta janë të mund të skele. Po, na kjo puna që është shumë, unë ju prije dhe ju tregoj që. A janë trajnum këta nga siguria në punë? Krejt janë trajnum. Për çka janë trajnum? Për armiruse, janë trajnum për me vendos skele? Ma shumë janë trajnum në pozitën që e kanë, po unë në aspekt telefonit të trajnim se. Nderuam, mbos diqet, muj me kon trajnum vetëm pozitën që kanë kontroll punës. Momentalisht e për shtok i shkelje edhe vazhdojnë me procedura. Atë tash vazhdojnë te një kat më lart. Në komunë për shembull një punëtor me kon i trajnum si armirues e kanë marrë me montu skele. Mungesë punëtorëve, hop konkurstri edhe merr. Unë duhet një trajnues një pozitë, apo? Nderuam, nëse këta në kontroll të punës janë armirustat me ushtru profesionin armirusit. Nuk i lëm, po çto mosa. Nuk janë për të mia. Nderuam ti, por ti gjallë sot është marrë, apo nuk e kuptoj se janë mosat për çtu, nuk i kam. Kontrolli në këtë objekt nxjerr në pa pothuajse të njëjtat probleme si në lokacionin e parë. Mbrojtjet në hapësirat e ashensorëve mungojnë, skelat nuk janë të vendosura sipas standardeve, ndërsa në disa pjesë të objektit punëtorët punojnë pranë hapësirave të hapura, nga ku një rënje do të kishte pasoja fatale.
që kjo do të me posë mas lortit 30 cm do të me posë, distancën mes platformës punës dhe mbrojtjes anësore ku është. Po kry po përgjësia kjo? Momentalisht në ty në ato të konë vend punishte. Çto është problemi më i madh? Po në rregull, po uno jam të punu, po në nuk e kam atë në ndërtima. Çtu skelja më të rejtë 3 ditë. Nuk të preashtosh as të pishkelës që ke rreziku punëtorët me një vend. Po dash me hiç po. E tash për din, ha? Në më thoi që tu e ki 13 metra ki poshtë, që mund të më trodi i bosh. Këtë vazhdojnë. Gjatë inspektimit, vëmendje të veçantë i kushtohet edhe përdorimit të vinçit. Sipas inspektorëve, pajisje të tilla nuk mund të përdoren nga personat e pakualifikuar, pasi një gabim i vetëm mund të rrezikojë jo vetëm punëtorët në objekt, por edhe qytetarët përreth. Pjesa e dytë, te pjesa e vinçit, kronit nuk guxon me operu pa kualifikim. Dush me marrë një person të kualifikuar që përdor pjesën e manipulimit me kran. Nuk mund është domethënë me zanot, me kopë edhe me përdor se mush me rrezikuar punëtor të tjerë. Ai na çortë që kjo pjesë. Dush me postash, dush me rrethu zonën e pjesës të vinçit, tyre. Që kjo pjesë ku operon vinçi nuk guxon me kopë punëtori mbrana kur mbord ngarkesë. Se marr ti po të ngarkesa të mopi pushtet me kran. Momentin e portit dush me shënu një zonë edhe këtë punëtorët me ikë për qësoj zone, derisa do bëhet shkarkimi i qëtij morëve, se nuk guxon për funi me hi punëtori në altë në konë ngarkesa. Këti kroni do të me siguru do barjera mbrojtëse. Para përfundimit të kontrollit, inspektori u shpjegon përgjegjësve të kompanisë të gjitha masat që duhet të ndërmirën përpara se të kërkojnë heqjen e ndalesës së punimeve. Nga vendosja e parmakëve mbrojtës e deri te montimi i skelave sipas planit të hartuar nga persona të kualifikuar, secila mangësi duhet të eliminohet përpara se objekti të lejohet të rifillojë punën. Tina të kjorë se që kërë? Inderum, emrin falë. Momentin e por punëtorit i ki në vend punishte. Tash, unë të regoj për mosa mbrojtjes që kemi ndërmarë. Pika por kemi vendosë, dhe më thonë, parmak profesional të pjesa anal të ashensorave që mungojnë, pjesën dhe më thonë parmak profesional në shkollë. Kemi mbyll... Tash të regoj krejtë. Kemi bo të pjesa e kanolit të ajerimit që janë. Dhe më thonë që ki 13 metra janë të thella, që janë të mbrojtura me kur gjohë që mund të mëro. Po, dhe vesh, është dhe më thonë për kotit mbrojnë 13 metra është distanca dhe më thonë për kotit mbrojnë. Pjesën dhe më thonë skele kemi po me vendosin edhe kotin e por, edhe kotin e dytë kemi vendosin si pas regullave. Tash, momentin e por ku të bëhet dhe më thonë montimi i skeles, duhet mu hartu një plan që është i përdorimit skeleve, montimit edhe shmontimit, prej një personit të kualifikum ose një person kompetent. Tash, kushdo që është, po. Montu që atë lloj skele. Ndëgjom. Është montu që atë lloj skele, që kjo është për shallë. Kjo ka të bëhet demontimin e tyre që kanë pllova, nuk ka certifikat që jepet për çë skele. Për skele që ka montu është po të nënë investitori i buxhet. Si kam kupton. Momentin e por, ku punë kryerësi ose kompania non kontraktore është brenda edhe merret me montimin e pjesës të brendshme të kësaj skeles, ky ka me bo, po ndëgjom, keni me bo një ndërmarrje të mosa, keni me hartu një plan. Tash e bën ti, e bën investitori sipas përgjegjësisë. Jo, ndëgjom, sipas përgjegjësisë, ajo e bën domethënë hartimin e një plani ku bëhet montimi, shmontimi edhe përdorimi i skeleve për një person të kompetent ose të kualifikuar. Pjesa tjetër. Momentin e por domethënë kur ti ndërmerr mosat, atëherë domethënë na njoftoni neve, vina shumë nëse mosat janë ndërmarra, atëherë domethënë kërkojnë edhe një raport nga gjendja e skeleve.
që çaj që i ka vendosur skelet, garanton domethënë përforcinë dhe stabilitetin e skeleve, thotë që këto skele janë të sigurta për punë. I bën motet e veta edhe vazhdojnë me procedura. Dhe atëherë ndalu me punimet. Raporti është në emërtjuar. Dy objektet e kontrolluara, 10 shkeljet e evidentuara dhe punimet të ndërprera deri në një vendim tjetër të inspektoratit. Mungesa e skelave, operimi i vinçave nga personat e pa kualifikuar, hapësirat e pambrojtura dhe mos respektimi i standardeve bazë të sigurisë mbeten ndër problemet më të shpeshta që inspektoratet hasin në terren. Vetëm pasi biznesit të eliminojnë të gjitha parregullsitë e konstatuara dhe gjendjet të verifikohet në një rinspektim, ato mund të lejohen ta vazhdojnë aktivitetin. Shikues të nderuar, ishte ky emisioni që denoncon problemet e prodhuesve të qumshtit dhe shkeljet e ligjit në sektorin e ndërtimtarisë. Ju vazhdoni të raportoni në kallzo.com dhe deri në emisionin e radhës. Mirëmbëjtje.